Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 94 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Cili ndo mashkull apo femër që kryen vepra të mira duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur, të lumtur, të këndshme dhe do ta shpërblejmë si pas veprave më të mira që ka bërë. Kurani i shejtë është fjala e Allahut dhe mrekullia e përjetshme, të cilën Allahu ja shpalli vulës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurani është burimi themelor i besimit dhe i legjislacionit të fesë së pastër islame. Asgjë nuk gjendet më lart se Kurani. Cili do që e kupton ashtu si duhet Kuranin e shenjtë dhe e zbaton atë në jetën e tij, sigurisht që ai do të jetojë një jetë të kënaqshme, një jetë të lumtur në këtë botë. Mësimi i Kuranit dhe zbatimi i tij sjell lumturi në këtë jetë dhe në jetën pas vdekjes. Profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nëse dëshironi jetën e të lumturve, vdekjen e dëshmorëve, shpëtimin në ditën e ringjalljes, hijen në ditën e nxehtësisë së madhe dhe udhëzimin në ditën e humbjes, atëherë mësoni Kuranin, sepse ai është fjala e gjithëmëshirshmit Ar-Rahman. Është mbrojtje nga shejtani dhe peshë e rëndë në peshorën e veprave në ditën e Kiametit. Kurani është shoku dhe shoqëruesi më i mirë. Është një mirësi e madhe kur një fëmijë ose i rritur e lexon dhe e zbaton Kuranin. Ai që është me Kuranin kur nuk ndihet i vetmuar. Për këtë Imam Ali ibn Hussein Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nëse të gjithë ata që jetojnë mes lindjes dhe perëndimit do të vdisnin, unë nuk do të friksohesha nga vetmia, për sa kohë e kam Kuranin me vete. Të tillë duhet jemi dhe ne. Gjithmonë duhet ta kemi Kuranin me vete. Ta kemi në mendjen tonë, në zemrën tonë, në gjuhën tonë, në veprat tona. Pra Kurani të jetë shoqëruesi më i mirë për ne në jetën tonë. Në thelb, Kurani e përshkruan lumturinë e vërtet si një gjendje të zemrës
të bazuar në besim, në drejtësi, në falje dhe në lidhje me krijuesin fuqiplot, Allahun e madhëruar. Kurani flet për lumturinë në mënyrë të thellë, duke e lidhur atë jo vetëm me mirëqenie materiale, por më shumë me paqen, me besimin, me drejtësinë dhe me qëllimin e jetës. Kushto që e lexon Kuranin e shenjtë me arsyetim, me logjikim, ai do të shohë në të pra në Kuran urdhëra të cilët urdhërojnë pra ose udhëzojnë për një jetë të lumtur. Fatkeqësia e njerëzve është sepse nuk e njohin Kuranin, veçanërisht islamofobët. Nuk e njohin Kuranin, ose e njohin por qëllimisht flasin kundër Kuranit për shkak të interesave të tyre të ultët në kësaj jete. Ashtu siç bënin kurajshitët në fillimet e Islamit me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Ata nga që nuk e dinin përmbajtjen e Kuranit ose e dinin që kjo është e vërteta, por për të mbrojtur interesat e ngushta të tyre, interesat e ulta të kësaj jete, ata e sulmonin profetin, e sulmonin Kuranin, i sulmonin besimtarët, pra vetëm për ruajtjen e interesave të tyre, siç ndodh edhe sot. Historia përsërit vetëm. Për atyre urdhrave që përmban Kurani dhe na udhëzon për një jetë të lumtur janë: e para, Kurani thot jini të drejtë. E dyta, mos e kaloni kufirin e caktuar nga Allahu. Pra të jetojmë brenda kornizave që ka caktuar krijuesi, sepse ai është i gjithditur dhe i mirë informuar për ne. Ai e din më mirë se çfarë na sjell dobi dhe çfarë na dëmton. E treta thot, Kurani thot mos bëni shkatrime në tokë, por verse ndërtojeni tokën, ringjalleni, dhe jo me bërë shkatrime, siç po shikojmë në këto ditë. Shkatrimet janë shfaqur në tokë, në det, gjithandej. Së katërti, mos e ngatëroni të vërtetën me të pavërtetën. Së pesti, mos ndiq atë që nuk ke dijeni për të, sa të shumt janë njerëzit sot. Janë bërë gjithë teolog, janë bërë gjithë dietar me TikTokun, me Googlein e me të tjera dhe vazhdojnë pas një lloj verifikimi se çfarë shihet edhe i shpërndajnë. A është e vërtet apo nuk është e vërtet? Kjo është një fatkeqësi e madhe. Pra, urdhri i pestë që Kurani përmban për një jetë të lumtur është mos ndiq atë që nuk e dijeni për të. E gjashti, mos ec në tokë me mendje mallësi, por je njëri i thjesht, je modest. E shtati, mos u sill me përbuzje ndaj njerëzve, pa mos përbuz, mos përçmo askënd, se të gjithë janë krijesat e Allahut. Ndoshta atë njeri që e përçmon, e përbuz, ai është më i lartë tek Allahu. Së teti, jini të përulur ndaj besimtarëve, thot Kurani. Së nënti, ule zërin tënd, thot. E dhjeti, ec me maturi dhe thjeshtësi. 11, largohu të paditurve. E 12, fal dhe urdhëro përbërjen e të mirës, për fali njerëzit, qofse gabojnë. Dhe urdhëroj që të bëhen vepra të mira.
Së 13 ktheje të keqen me atë që është më mirë. Urdhri 14 për një jetë pra të lumtur që na thot Kurani është thirr në Zot, në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë. Jo me dhunë, jo me imponim. La ikraha fid din, thot Kurani. Nuk ka imponim, nuk ka detyrim në fe. Urdhri 15 mos i prishni bamirësitë tuaja me përmendje dhe fyerje. Pra kur t'japësh diçka dikujt, mos ja përmend, mos e fyej. Sepse ajo që jep nuk ka as edhe një lloj vlere. Urdhri 16 mos e hani pasurinë e njëri tjetrit pa drejtësisht. Urdhri 17 mos e quani njëri tjetrin me nofka fyese. Urdhri 18 mos u tallni me të tjerët. Urdhri 19 është mos përgojoni njëri tjetrin. Urdhri 20 mos spiononi njëri tjetrin, pra mos hulumtoni të fshetat e të tjerëve dhe t'i shfaqni, t'i përhapni ato. Urdhri 21 shmangni dyshimet ndaj njëri tjetrit. Urdhri i 22 është hyni të gjithë në paqë. Këtë urdhëron Kurani. Kurani nuk urdhëron dhunë, as terror, as vrasje. Kurani thotë të vrasë një njeri është sikur ke vrarë gjithë njerëzimin. Urdhri 23 kur të përshëndeteni, përshëndetni me një përshëndetje më të mirë. Pra kur dikush thotë selam aleikum, paqja qoftë ju, atëherë thuaj aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe në paqja, bekimet, mirësit, mëshira Allahut qoftë mbi ju. Urdhri 24 silluni mirë me prindërit. Urdhri 25 silluni mirë me të afërmit dhe jetimët. Urdhri 26 ushqeni të varfrit dhe nevojtarët. Urdhri i 27 mos e ndroni të mirën me të keqen. Urdhri 28 jepuni jetime pasuritë e tyre. Ai që ha pasurinë e jetimit, ai veçse mbush barkun e tij me zjarr, thot Kurani. Urdhri 29 jepni nga ato që ju kemi dhënë. Pra shpenzoni ato pasuri që apo mirësi që Allahu ju ka dhënë. Urdhri 30 flisni drejt. Urdhri 31 flisni mirë me njerëzit. Pra zgjidhni fjalë të ëmbla, fjalë të buta, fjalë tërheqëse, dhe jo fjalë të vrazhda. Apo fjalë që plagosin të tjerët. Urdhri 32 ndihmoni njëri tjetrin me mirësi dhe devotshmëri. Urdhri 33 mos ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe armiqësi. Urdhri i 34 ruani betimet tuaja, por edhe mos u betoni me diçka të rrem. Si shikojmë shumë në përtregje. Tregtarët fatkeqësisht nuk e kanë të kulturën e legjislacionit fetar. I shikon çdo sekond, çdo klient me me rrufe, ai vetë ka bler atë mall. As nuk e di se nga ka ardhur. Por betohet rrejshëm me qëllim për të fituar 2 grosh. Po kjo nuk lejohet betimi i rrejshëm. Prandaj duhet patur kujdes tek betimet. Urdhri 35 mbani premtimet kur i bëni në emër të Allahut. Pra kur premtoni diçka, mbajini premtimin, mos e shkelni, mos e thyeni betimin. Atë premtimin.
Urdhri i 36, matni me mas të drejt kur të matni. Urdhri i 37, peshoni me peshore të saktë dhe të drejt. Dhe kjo është një thirrje për gjithë ata njerëz që merren me tregti. Të mos u han haku njerëzve në peshore apo në matje, sepse është një mëkat i madh dhe do të ndëshkohen rënd për këtë vepër që bëjmë. Urdhri 38, jini me ata që janë të vërtetë të sinqertë. Si thot Allahu pra në surën Tauba, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe jini me të vërtetët, me të sinqertët, jo me gënjeshtarët, jo me mashtruesit. Të na urdhëron Kurani i shenjtë. Dhe urdhri 40, jini mbrojtës të drejtësisë, dëshmitar për Allahun, edhe nëse është kundër vetes tuaj. Këto janë pra 40 urdhra për urdhrave të shumta të tjerë që përmban Kurani për një jetë të lumtur. Të gjithë ne dëshirojmë të jetojmë të lumtur në këtë jetë. Lumturia e vërtet arrihet duke njohur Krijuesin, Allahun fuqiplot, duke besuar me sinqeritet në të, duke adhuruar me sinqeritet Allahun, duke bërë vepra të mira, duke u larguar nga të këqijat. Në këtë mënyrë arrihet lumturia. Kjo është lumturia e vërtetë. Kur ne jemi të lidhur me Krijuesin, me Allahun, dhe veprojmë ashtu siç do Krijuesi, kur ne jemi të kapur pas fjalës së Allahut, Kuranit të shenjtë. Në këtë mënyrë arrihet lumturia e vërtetë. Nuk ka lumturi as tek pasuria, as tek fëmia, sepse në ajet Kurani thot Allahu fuqiplot që pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj janë fitnë, janë sprovë. Në një tjetër thot janë armiqtë tuaj, prandaj ruhun, keni kujdes. Lumturia e vërtetë është që të jemi në rrugën e Allahut, të zbatojmë porositë e Allahut, porositë e Kuranit, porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, të familjes së tij të pastër, e të nderuar dhe të shokëve të tij të zgjedhur. Në këtë mënyrë arrihet pra mënyra ajo lumturia e vërtetë. Allahu na bëfa prej ndjekësve të vërtetë të Kuranit të shenjtë, për atyre që e kuptojnë dhe e zbatojnë në jetën e përditshme. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu fuqiplot për hir të Kuranit të shenjtë, ju ruajt, ju udhëzoft, ju begatoft, ju mëshiroft, ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni inshallah. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.